Horoskopi ditor e premte, 8 maj 2026. Dashi. Misit ose aktivitetet tuaja të rrjedhëzimit mund të ngjallin ndjenja të forta sot, i dashur dash. Kur një person ka frikë se nuk mund të përputhet me intensitetin e ndjenjave të personit tjetër, ai mund të tërhiqet, prandaj merrni parasysh këtë në ekuacion nëse jeni të shqetësuar për atë që dikush ndjen për ju. Zgjidhja e problemeve mund të jetë katarsike dhe ju vendos në një pozicion të shkëlqyer për rritje. Megjithatë, me diellin në një aspekt të vogël, por sfidues me Neptunin sot, dëshira për t'u aratisur mund të jetë e fortë dhe gjithashtu mund të ndiheni pak të neglizhuar. Egoja duhet të nënvlerësohet për momentin, dhe kjo është pjesë e një cikli natyror të zbaticës dhe zbaticës. Disa konfuzion ose mjegull janë të mundshme, kështu që nëse keni të bëni me fakte dhe shifra, jini pak më vigjilent. Demi. Emocionalisht, sot po përjetoni ndjenja të thella në lidhje me performancën, ambicjet dhe qëllimet, i dashur Dem, me hënën në pozicionin e Plutonit në krye të tabelës suaj diellore. Mund të ndjeni pak shqetësim duke qëndruar në vend dhe mund të shijoni të ëndërroni mënyra praktike për të realizuar vizionin tuaj krijues. Megjithatë, frustrimet me progresin ose performancën tuaj mund të shtohen sot nëse po mbeteni prapa në një projekt, prandaj përpiquni të lini mënjan pak kohë për të qenë vetëm ose në një mjedis me shpërqendrime të kufizuara. Me aspektin sfidues të vogël diell Neptun të sotëm, mund të përjetoni ndjenja ose situata të paqarta, pasi mund të rishikoni përkohësisht përvojat e vështira të së kaluarës ose të përballeni me fajin ose kohën e humbur. Ato gjëra që i keni lënë pas dore mund të zbulohen tani, ose mund të jenë duke ju kapur. Mund të ndiheni prapa, por mbani mend se do të kalojë. Mundohuni të lidheni me atë që po i shpëtoni ose po shmangni, ose synoni të adresoni gjërat e lëna pas dore në mënyrë që të mund të ecni përpara. Binjakët. Në këtë kohë të vitit, të dashur binjak, ka më shumë fokus se zakonisht në të kaluarën ose çështjet e pasgjidhura për ju, dhe disa ditë më shumë se të tjerat. Sot, mund të ketë një tendencë për të mbrojtur nga situata të vështira ose për të shmangur kontaktin e drejt për drejt me njerëz të caktuar. Mund të mos ndiheni të aftë të arrini në përfundime, të merrni angazhime të rrepta ose të merreni me përkufizime. Në fakt, nuk është një ditë e mirë për vendime të forta. Edhe misit mund të jenë të paqarta tani. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të përmbajtur nëse ndodh diçka e papritur. Do të ktheheni në rrugën e duhur shumë shpejt. Për fat të mirë, bisedat mund të jenë paksa ngjallëse dhe madje frymëzuese. Gaforia. Je i gatshëm të bësh përpjekje shtesë për të studiuar më tej një çështje sot, i dashur gafore, ose të mendosh pak strategjikisht. Të kalosh kohë cilësore duke bërë kërkime mund të jetë shumë e përshtatshme tani. Je në prapasken, por ka mjaft fuqi në këtë pozicion. Nuk është dita për të bërë të njëjtat gjëra të vjetra ose për të përmbajtur metodave dhe qëndrimeve krejtësisht të njohura. Megjithatë, mund të përjetosh disa ndjenja të paqarta në lidhje me një çështje misie, pune ose reputacioni. Mund të ketë disa keqkuptime, jo domosdoshmërisht për shkak të zgjedhjes së dobët të fjalëve, por sepse besimi në qëllimet e tua mund të jetë përkohësisht i shkurtër. Syno të punosh për të fituar më shumë vetkuptim ose për të shqyrtuar atë që mund të të mungojë. Luani. Ndërkohë që mund të jesh në një gjendje shpirtërore mjaft të mirë në shumë mënyra sot, i dashur Luan, nëse pret që jeta të ndjek rregullat sot, ka të ngjarë të përballesh me shgënjim. Sigurisht që mund të ketë pak paqartësi dhe mund të mos jetë e lehtë të motivosh veten për të bërë shumë gjëra nëse i nënshtrohesh idesë se gjërat duhet të jenë në një mënyrë të caktuar. Disa situata sot mund të lënë të përballesh me pikpyetje, por nëse i lë gjërat të jenë në këtë drejtim në vend që të nxisesh për përkufizime dhe përgjigje të forta, do të jesh shumë më mirë. Je pak më vigjilent në situata që kërkojnë fokus shtesë. Përndryshe, ushqeni imagjinatën tuaj. Marrëdhëniet shpesh na ndihmojnë ta shohim veten pak më qartë dhe kjo është veçanërisht rasti për ty sot. Virgjëresha. Virgjëresh e dashur, sot i ke të qarta kufit e rutinës dhe punës, gjë që të mban të qëndrueshëm dhe produktiv. Mund të zbulosh mënyra të reja për të menaxhuar, organizuar dhe përmirësuar punët e tua të përditshme. Megjithatë, nëse ndihesh i pakënaqur me gjendjen tënde aktuale shoqërore, kjo pakënaqësi mund të intensifikohet sot. Në shumicën e aspekteve, je i kënaqur të lëvizësh në mënyrë të pavarur tani, por mund të jesh i preokupuar. Dyshimet mund të shfaqen në planin afatgjat, duke hedhur një vello paksa të zymë mbi perceptimet e tua.
Të shtysh përpara diçka të re tani mund të çojë në një sër frustrimesh, prandaj përpiqu të jesh produktiv në fushat për të cilat je i sigurt. Peshorja. Emocionet janë të forta sot dhe kujtimet janë veçanërisht të fuqishme, peshore e dashur. Pranimi dhe përpunimi i emocioneve komplekse mund të jetë veçanërisht i dobishëm tani. Nevoja për shprehje të vetvetes është e madhe dhe si rezultat mund të tërhiqeni nga përvoja intensive. Megjithatë, marrëdhëniet e ngushta mund të jenë paksa konfuze ose ndoshta alienuese në disa raste. Nëse po merrni sinjale konfuze nga një person i rëndësishëm ose partner, kjo mund të burojë nga pasiguri ose paqartësi në vend të një problemi të plotë. Sjellja e të tjerëve mund të jetë e çuditshme dhe ju preferoni të dini se ku qëndroni, por qartësia është e pakapshme përkohësisht. Nuk është koha për të provuar të fiksoni dik ose diçka. Largojeni mendjen nga problemet duke u përqendruar në diçka më të menaxhueshme dhe të parashikueshme. Akrepi. Me familjen dhe shtëpinë sot, i dashur akrep, je më i lidhur me ndjenjat dhe instinktet e tua. Me këto gjëra, je më pak i shqetësuar për shpërblimet e menjëhershme dhe kënaqësinë e menjëhershme, dhe më i interesuar për qëllime më të mëdha që kërkojnë kohë, energji dhe strategji për t'u realizuar. Por, ndërsa tenton të përqendrohesh te pozitive sot, mund të jetë e vështirë të bindesh plotësisht për diçka në aspekte të tjera të jetës. Mund ta përdorësh këtë hamendje të dytë si një shans për të marrë frymë. Ndërveprimet kokë më kokë mund të jenë konfuze dhe është më mirë të mos përpiqesh t'i përcaktosh ato ose t'i etiketosh gjërat tani. Ndjekja e përgjigjeve do të bëjë vetëm të vraposh në radhë me sfidën e sotme diell Neptun. Shigjetari. Me punën, rutinën dhe punët e shtëpisë sot, i dashur shigjetar, mund të zbuloni se motivimi dhe energjia juaj janë të ndryshueshme. Kjo ka të ngjarë të pasqyrojë një farë mungese besimi në atë që po bëni aktualisht ose ku po shkoni, megjithse është e përkohshme. Lejoni veten të dilni pak nga kursi sot nëse duhet të merrni drejtimin tuaj. Synoni të shmangni mbi ngarkesën e orarit tuaj ndërsa lëvizni gjërat sa duhet për të mbajtur veten të angazhuar. Mos e merrni një rënje të përkohshme të entuziazmit si diçka shumë serioze, por merrni në konsiderat nëse ka diçka që ju ka munguar, veçanërisht në nivelet shpirtërore dhe emocionale. Pasi mund të keni harruar të përfshini këto nevoja në planet tuaja. Në një nivel tjetër, nëse ka një mister për t'u zgjidhur, jeni në të sot. Ndjesia e projekteve dhe ideve të reja mund të jetë e dobishme. Bricjapi. Hëna del nga shenja juaj herët sot, i dashur bricjap, dhe presioni për të përmbushur nevojat tuaja të momentit po zhduket. Megjithatë, ju jeni gati dhe të gatshëm të ndryshoni gjërat nëse diçka nuk po funksionon për ju. Mund të jeni në gjendje të shfrytëzoni talentet që janë varrosur ose injoruar, dhe kjo përfundimisht mund t'ju vendosë në një rrugë të re. Megjithatë, nuk ka gjasa të gjeni një rrugë të drejtë dhe të drejtë për të arritur qëllimet tuaja sot, dhe madje mund ta vini në dyshim përkohësisht destinacionin. Mundohuni t'i trajtoni këto si devijime interesante dhe jo si pengesa të vërteta. Imagjinoni, ëndërroni dhe merrni në konsiderat opsione që i keni harruar ose nuk i keni marrë kurrë në konsiderat më parë. Ujori. Ju keni tendencë të bëni gjërat me më shumë ndjenjë sot, i dashur ujor, me lëvizjen e hënës në shenjën tuaj dhe rreshtimin e saj me Plutonin. Nëse keni qenë të pakënaqur me veten, projektet tuaja personale ose imazhin që projektoni kohët e fundit, këto emocione kanë tendencë të amplifikohen tani. Megjithatë, kjo gjendje mund të hapë një shans për të punuar me konfliktet e brendshme. Megjithatë, mund të ketë një arratisje tek njerëzit përreth jush sot. Shmangni përpjekjen për të gjetur përgjigje përfundimtare për problemet, në vend të kësaj, ofrojini të tjerëve dhe vetes fjalë të mira. Ju doni të ndiheni të lirë të bëni gjërat vetë, në vend që të ndiheni të shtyrë t'i bëni ato nga detyra. Peshqit. Sot, të dashur peshq, po kërkoni përgjigje brenda vetes, me hënën që shkon në sektorin tuaj të privatësisë dhe takohet me Plutonin, duke inkurajuar vetanalizën. Mund të jeni duke kërkuar një nivel anonimiteti tani, ose mund të jeni duke punuar në radar mjaft organikisht. Ka shumë për të zbuluar dhe probleme për të zgjidhur, kështu që do ta vlerësoni veçanërisht kohën për veten tuaj. Është një ditë për një akordim të brendshëm. Megjithatë, mund të ketë disa mungesa qartësie në biznes, veçanërisht në çështjet financiare, tani për tani, pasi detajet e rëndësishme janë shumë të lehta për t'u anashkaluar. Mundohuni të ruani ritmin tuaj sot.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.